Ju deklaruat se e fort Ivranin në një moment. Duke folur me polici. Në atë moment, apo në një moment tjetër, gjatë qasaj dite, a e një fort Ivranin në kursiva të lokalin dhe ullin dorës në prezësi? Unë pa të arsye kumë në 8 vjetë e ti, që i ko një regull. Konstatoj se sot prezent me kërcon. Dëshmitari Kujtim Gashi sot ishte pjesë e dëshmisë në rastin Kobra City, ku i akuzuar është Dibran Hoxhaj dhe të tjerët për vrasjen e një shtetasit të Shqipërisë. Gashi ka për të ditur se përgjatë momentit kritik ishte duke punuar si mirëmbajtës i lokalit. Ai thoshte se Hoxha në natën kritike s'ka qenë në lokal. Unë kam qenë atë natë dhe me mbajtje të gjeneratorit se s'ka pasurim, një fasë. Një fasë nuk ka pasurim, o duke është do 40 minuta apo një orë me shku me marrë naftë. Për generator. Do dashim çdo 40 ose 41 orë me shku me marrë naftë. Ato nuk ose një orë. Kobra më pas e ka marrë në pyetje dëshmitarin Gashi, duke kërkuar nga ai të dinë nëse ka vërejtur se ka ushtruar dhunë ndaj personave që s'kan paguar në lokal. Ai ka mohuar të e treguar Kobra i dhënshëm më herët. Që ti ke shumë vite që ke punu këtu, ke vrejt në jetë? Ke vrejt në jetë? Ke vrejt në jetë që kur nuk kam pas njerëzit me pagu apo diçka tjetër, ose në mos marrëveshje që kom për të cek apo për diçka. Ke vrejt në jetë që unë kom dole, kom rrejt i kanda, apo një kom donë urdhën në njerëzve tjerë që dini rrina apo diçka. Dhe sa kom punu të ti... Një kam donë urdhër, njerëzve tjerë, apo diçka. Dhe sa kom punu të ti, më dhënë, nuk kam dëgju që ki rre apo ki bo diçka për të cek apo mos marrëveshje. Veshja në konë mushterit knatin që ki qu pije ekstra, dhe nëse s'kam pas pare, ja ki falë. Ashtu kom dëgju, se që kom pa mena e që kam do. Më pas kushterive. Unë kam dëgju që këte edhe që pije falë. Ke dëgju në herë që kam pas brejke punëtor, ju komplet stafi për shumë që në kona për 20 punëtor e ma shumë. Po, ke dëgju në herë që keni pas në probleme mu për rroga, apo për në pages, apo për në gjokë shumë. Apo sjellët e mija në era kanë qenë agresive për shumë me ju, edhe pse shumë pak jem taku me ta ushtronë menagjeri, po në qato momente... Atë moment që s'ma kështë edhon rrugën të kështë alon puna. Unë pa të arsye kumë në 8 vjetë e ti, që i ko një regull. Mos me të zonë rrugën të kështë alon puna. Për atë arsye kumë në 8 vjetë. Dëshmitari nga perspektiva e tij i ka përshkruar si të zhëmshëm 3 klientët nga Shqipëria, ku njëri nga ta kishte mbetur i vrarë e tjetri i plagosur. Aktakuza thot se gjithçka ndodhi pasi këta të fundit refuzuan ta paguanin cekun e mbrëmjes. Apo na tregon të lutem, në atë kohë, do me thonë, kanë qenë 3 persona nga Shqipëria jashtë të 3. Apo? Po. Kanë qenë, në çfarë gjendje kanë qenë? Kanë qenë pint, dehur. Mirë. Po, a kanë bo zhurmë, a kanë qenë agresiv? Agresiv desa e në konë mena kanë bo shumë zhurmë, po ku kanë dalë të makina veç e kanë dhe s'ka një cigare dhe ju më pështet në makinë. Desa kanë qenë dalë e kanë bo zhurmë, po ku kanë dalë jashtë, vetëm në kanë dhe s'ka një cigare dhe më pështet në makinë. A ka qenë dikush prej punëtorëve të lokalit në atë kohë jashtë? Jo. Askush? Jo.
Mbrojtja di Bran Hoxhës e ka pyetur dëshmitarin nëse kobra është parë ndonjëherë duke u sill me revole. A keni pa Dibranin me revole të sillat në lokalin dhe ulin dorës në prezese? Dibrani zakonisht me derisa e komponu të Dibrani kur s'kom pa me revole. Edhe s'man Dibrani revole. Sa kam punu punë të Dibrani, nuk e kam po kur me revole. A s'marë. Me revole. A nuk marë revole, presi. A nuk marë revole. Avokati të pandehurit Mazreku, Gent Gjini, përgjatë seancës ka ngritur shqetësimin lidhur me atë që, siç përmendet në akt akuzë, disa nga avokatët janë përgjuar përgjatë bisedave me klientët e tyre në qendrat korrektuese. Ai në një prononcim për Insideri për këtë ka kërkuar një reagim nga Oda e Avokatëve të Kosovës. Avokat, a mundesh me na tregu më shumë lidhur me shqetësimet që i ngritet për çështjen e përgjimeve që thatë se jeni përgjuar në qendrën korrektuese derisa keni biseduar me klientin e juaj? Po, ne jemi çuditur, domethënë është rasti pa precedent, rasti pa ndëgjuar më parë, disa nga avokatët të cilët i kanë vizituar klientët e tyre në qendrat e korrektuese të qendrave të paraburgimit, aty ata avokat kanë rënë prej të përgjimeve, që është cenim i të drejtës të punës funksionale të avokatit, sepse avokati sot të përgjohet, ai material të përdoret si provë dhe të shkruhet në akt akuzë, kjo është rast që duhet ngritet nga instancët më të larta. Kështu që kësaj duhet të reagojë edhe avokatët dhe pse avokati të përgjohet në çfarë baze dhe në çfarë intence. Sepse ne si avokat gjithmonë rolin ton gjatë vizitave kemi që ta mbrojmë klientët dhe në atë rast mbrojtjes klientit ne sigurisht kemi strategjinë se si ta ndërtojmë mbrojtjen. Por këtë rast prokuroria ta shfrytëzon një të drejtë dhe ta përgjon neve avokatëve që kjo kërkun nuk do as me konventa evropiane as me gjykatë të drejtës së Strasburgut, avokatët kanë rrahur prej të përgjimeve dhe fatkeqësisht sot në shqetësimin e tij dhe kam ngritur dhe kam kërkuar nga ana e prokurorit që na pajisë të paktën me ato përgjimet dhe çka kanë rezultuar ato përgjime dhe ato përgjimet ti paraqesim si në formë të apelimit dhe të ndërgjegjsojmë opinionet dhe instancat më të larta këtu Odën e Avokatëve dhe Ministrinë e Drejtësisë dhe me këtë kjo praktikë të hiqet se është një praktikë shumë e rrezikshme. Në kuadër të pyetjeve që i ka parashtruar prokuroria, domethënë orientimisht mos e dini për çka jeni përgjuar, domethënë mos e keni marrë vesh në kuadër të pyetjeve që janë parashtruar për anës së prokurorit. Po pasi që nuk e kemi materialin e përgjimit, për ta arsye unë ngrita si çështë dhe duhet të na sjell materialin, aty prokuroria vetëm i ka përgjuar vizitorët, po aty përmenden edhe disa nga avokatët që kanë bërë biseda me klientët e tyre. Unë nuk jam një nga ata, janë disa nga avokatë, por pavarësisht unë kam ngritur këtë si çështje, po është ky rast i paprecedent sepse këtë material ne duhet ta sigurojmë, ta shohim atë material që shka përna në gjallë, po unë në konsideroj se prokuroria në mungesë të provave dhe prove të artikuluara, këtë rast ka ndërtuar strategjinë në këtë mënyrë që avokati në bisedë të sipër me klientin mos po tregon diç dhe pe forcon akuzën këto materiale.